Zonja e zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlindi Isa, do t'jemi bashkë si çdo ditë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Do t'jemi tani me titujt kryesor. Një transformim të suksesshëm e konsideron Komisioni Venecia se curinë e reformës në drejtësi në Shqipëri, por për kryetarin e gjykatës së lartë Sokol Sadushi, reforma është ngadalësuar, ndërsa vullneti për ta vijuar atë nuk është më ai 10 viteve më parë. Në tryezën për reformën në drejtësi me ekspert të Komisionit Venecias, nuk munguan edhe akuzat e PS-PD ndaj njëra tjetrës. Avokati Ulian Bajrami, i cili u ndalua pas përplasjes me prokurorin në gjykatën e Elbasanit, është i lirë prej mbrëmjes së të hënës, por për qëndrimin e tij 2 ditë në izolim dhe se me urdhër të kujt u ndalua, ka nisur një verifikim edhe nga Inspektorati i Lartë i Drejtësisë. Prokuroria e liroi avokatin pa pritur të dalë para togave të zeza, por ajo që nuk dihet është se kush e njoftoi policin për kërcënimin e pretenduar të avokatit ndaj prokurorit. Për herë të tretë brenda këtij viti, qeveria ka rishikuar përmes aktit normativ buxhetin e shtetit për 2025, duke rritur ndjeshëm fondin e parashikuar për bonusin e fundvitit për pensionistët nga 37 në 97 milion euro. Tjetër mbështetje për Alp Control pas bllokimit të llogarive i jepen 30 milion euro. Pacientë, aktivistë dhe qytetarë protestuan para Ministrisë së Shëndetësisë për mungesën e kushteve dhe ilaçeve në spitalin onkologjik. Në protestën e parë që pas emërimit të ministres së re Evis Sala, ata kërkuan ndërhyrje për rikthimin e shërbimeve bazë dhe trajtimin me dinjitet të pacientëve me kancer. Dorë për dore me bashkëshorten e tij, ish presidenti francez Nicolas Sarkozy shkoi sot në Burg për të vuetur dënimin 5 vjeçar për konspiracion kriminal, duke përfituar fonde për fushat nga ish diktatori libian Muammar Gaddafi. Para se të dilte nga shtëpia, Sarkozy shkroi në rrjetet sociale se është i pafajshëm.